Teksa kryeministri Edi Rama zgjodhi t'i quaj gjysmën e burrave në Dibër, por jo vetëm, si qyryk, duket se po vinë përgjigjet e para nga burra të ndryshëm që jetojnë dhe punojnë në diasporë. 2 video janë publikuar në rrjetet të ndryshme sociale ku qytetarë të ndryshëm kanë në duar disa zarfa me materiale zgjedhore. Ata paralajmërojnë kryeministrin Edi Rama se ata të cilët i ka quajtur si qyryk tashmë do t'i japin përgjigjen me votë, duke paralajmëruar kësaj votën për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Në njërin prej videove, një person plotson 2 prej fletëve të votimit. Rama, amor! E qyryk të Dibër, sa? O, të ta tregojon tani. Ta tregoj nona këtu, ja. O Rame, erdhën fletët e votimit. 4. Të 4 PD-s janë ta dish. Vetëm për ato që the që burrat shqiptar janë qyryk. Okej? Edhe të gjithë shqiptarët PD. Hajt mos më intereson politik. Vetëm se ti s'ke shans me i shoh burrat e Shqipërisë. Burrat e Shqipërisë nuk ke shans me i shoh. Okej? Hajde Rame. O Rame, mora, me çoni këtë videon Ramos për inat. 4 flet votimi, 4 PD-s janë. Jo vetëm këtore, po dhe shumë tjera. Plas, maro. Mora. No